Emilian, lutem. Sot me kanë këtu prezent edhe me ju adhuru Bejt. Si një vlerë të madhe, më jarën jeta pas Të five. Shpis, që është. Që mësojnë që me gatu me bagatimet ndryshme, edhe gjatë ton mujt ka gatu ushqimet ndryshme që i kanë Tash na shpresojmë që i kemi ardhur sa do pak të ndihmë për ty edhe për fëmijët tuaj, që isha vogël, po shpresojmë që çdo ditë në shtëpisën rinore ishte për këtë moment. Të ardhurat e mbledhura shkojnë për këtë familje në nevojë. Kjo është rinia që vepron. Gjatë muajit dhjetor ne përgatitëm produkte të ëmbla dhe produkte të kripura, të cilat i shitëm pranë shtëpisës rinore dhe qytetarët patën mundësi që t'i blejnë ato dhe të kontribuojnë sadopak për këtë familje në nevojë që ne shumën që mbledhëm e dorëzuam sot. Për një muaj rresht, Rita Ekt për Shkodra kontribuon në shtëpisën rinore duke munduar për me mbledh çdo ditë më shumë fonde. Dhe këto fonde ne vendosëm që sot i çojmë në një familje në nevojë, pikërisht në zonën e Postrips. Ja, në momente të tilla që e bajnë punën tonë rinore edhe gjithmonë personalisht mbajnë për me kujtu se sa bukur është rinia, edhe janë këto momente të cilat në një farë mënyrë neve na shpërblejnë gjithë punën tonë. Ftojmë të tanë të rinj të Shkodrës që të kontribuojnë sa më shumë në për aktivitete të tilla, mënyrë që të tanë të ndihmojmë njëri tjetrin. Për një Shkodër më të mirë dhe për një rini gjithmonë edhe më të bashkuar. pa iku me dolar. Pashi, ujëm të njëve një jamë. Si të një mirë, isha i keni arsa do pak në ndihmë edhe Pashim vëzë. E ka do të mirë. Pashim. Pashim. Ka do të mirë. Pashim ka do të mirë.